Më 12 qershor të vitit 1924, pas shpërthimit të revoltës së qershorit, ish kryeministri Ahmet Zogu dhe një pjesë e mbështetësve të tij ka përsyen kufirin dhe kaluan në Jugosllavi. Revolta e qershorit e vitit 1924 e kishte zanafillet në zgjedhjet për Asamblen Kushtetuese të zhvilluara në dhjetor të vitit 1923, të cilat u fituan nga bloku qeveritar i përkrahur nga Ahmet Zogu. Ndërkohë, edhe opozita e bashkuar në siglën e Partisë Liberale dhe grupeve të tjera ku bënin pjesë Fanoli, Luiq Gurakuqi, Bajram Curri e të tjerë, arriti një rezultat mjaft të fortë. Mbështetur te ky rezultat, opozita akuzoi qeverinë për manipulime, presione dhe përdorim të forcës shtetërore gjatë procesit zgjedhor. Përrjedhoi atmosfera në parlament u tensionua aq shumë sa që e bëri të pamundur bashkëqeverisjen apo një kompromis ligjor. Tensionet politike arritën pikën e vlimit kur kryeministri Ahmet Zogu u plagos nga njerëz të opozitës brenda ambienteve të parlamentit. Zogu i mbijetoi atentatit dhe tregoi gjakftotësi të jashtëzakonshme, duke tentuar ta zbuste situatën politike, por sërish ajo mbeti e ndezur. Ngjarja që do të përflakte revoltën do të regjistrohej më 20 prill 1924 me plagosjen me pasojë vdekjen e Avni Rustemit, i cili në këtë kohë ishte edhe deputet i opozitës dhe lider i shoqërisë rinore Bashkimi. Qysh pas vrasjes së Esat Pashtoptanit në Paris, në qershor 1920, Avni Rustemi gëzonte popularitet të madh në popull. Opozita e shfrytëzoi momentin për të drejtuar gishtin e akuzës nga Ahmet Zogu, duke e akuzuar se vrasja ishte urdhëruar prej tij me qëllim për të eliminuar kundërshtarët më të fortë politik. Varrimi i Avni Rustemit në Vlorë u shndërrua në një manifestim politik pothuaj mbar popullor. Deputetët e opozitës u grumbulluan në Vlorë dhe refuzuan të ktheheshin në parlament, duke e shpallur qeverinë të paligjshme dhe kriminale. Me kalimin e ditëve, situata nisi të dalë jashtë kontrollit për shkak të përplasjeve të armatosura të organizuara nga opozita, të cilat kulmuan me një kryengritje të armatosur që nisi në disa rajone të vendit. Nga veriu i vendit, forcat e Bajram Currit dhe disa ushtarak kryengritës si Recep Shala nisën të marshonin drejt kryeqytetit dhe të njëjtën gjë nisën të bënin edhe garnizonet ushtarake të jugut të vendit që ishte rreshtuar me opozitën. Përballë një trysnie të tillë ushtarake dhe rrezikut të një lufte të përgjakshme civile në Tiranë, Ahmet Zogu zgjodhi të ndërmerrte një veprim taktik. Më 10 qershor 1924, pasi e besnikët e tij në Tiranë ishin të pakët, ai nisi tërheqjen e forcave drejt rajonit të Matit, ku gëzonte mbështetje pothuaj totale popullore. Mëtej kur forcat rebele hynë në Tiranë dhe shpallën fitoren, Zogu vendosi të largohej edhe nga zona e Matit. I shoqëruar nga rreth 600 oficer dhe përkrahës së tij, më 12 qershor 1924, ai kaloi kufirin shtetëror dhe u strehua në mbretërinë serbo-kroato-slovene. Pasi mbriti në Jugosllavi, Ahmet Zogu nuk u trajtua si një emigrant, por si një aset i vlefshëm gjeopolitik, si aleat dhe mysafir i nderuar. Kryeministri Jugoslav Nikola Pashic vendosi të mirëpriste Zogun edhe për shkakun se qeveria e Fanolit kishte dhënë shenja të qarta të një politike të jashtme që binte ndesh me interesat jugoslave. Noli kishte afruar në qeveri element të Komitetit të Kosovës si Bajram Currin, të cilët kërkonin çlirimin e tokave shqiptare në Jugosllavi. Mbi të gjitha hapi më i gabuar i Nolit, vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Bashkimin Sovjetik për Beogradin, por edhe për fuqitë perëndimore u interpretua si krijimi një celule bolshevike në zemër të Ballkanit. Për këto arsye, Nikola Pashici e kuptoi se duke ndihmuar Zogun të kthehej në pushtet, së pari mund të eliminonte rrezikun bolshevik dhe mëtej mund të frenonte edhe irredentizmin kosovar në brendësitë e Jugosllavisë. Historianë të ndryshëm thonë se gjatë gushtit të vitit 1924, në Beograd u zhvilluan bisedime intensive mes Ahmet Zogut dhe zyrtarëve të lartë jugoslav. Sipas dokumenteve historike dhe dëshmive diplomatike të kohës, kryesisht të siguruara nga agjentura italiane, palët arritën një marrëveshje sekrete politike dhe ushtarake. Ndonse për disa historian, disa pika të marrëveshjes që u publikua më vonë trajtohen si të egzageruara, sërish Alanca e Zogut me jugoslavët ishte e dukshme dhe e prekshme. Jugoslavia kishte marrë përsipër të siguronte fondet, armatimin dhe bazën logjistike për ndërhyrjen e armatosur të Zogut, ndërsa Zogu nga ana e tij premtonte stabilitet në kufi si dhe shtypjen e veprimtarisë së Komitetit të Kosovës që shqetësonte Beogradin.
Mbështetja jugoslave nuk mbeti thjesht në letër. Qeveria e Beogradit vuri në dispozicion të zogut shuma të mëdha monetare, që u përdorën për të blerë armatime e municione, për të paguar rrogat e mercenarëve, për të korruptuar krerët e fiseve e bajraktarët në veri të Shqipërisë e të tjera. Veç rekrutëve shqiptar dhe dibranëve të mbledhur nga dhëndri i zogut Ceno Bej Kryeziu, Beogradi mundsoi një përforcim ushtarak vetimtar. Përfshirjen në formacionet e Ahmet Zogut edhe të një numri ish oficerësh e ish ushtarësh të trupave bielogardiste ruse, një formacion antikomunist i mbetur pa dhe që strehoi në Jugosllavi pas humbjes në luftën civile ruse. Më 14 dhjetor 1924, ushtria organizuar nga Zogu filloi sulmin drejt territorit shqiptar, ndërsa më 24 dhjetor 1924 ai hyri triumfalisht në Tiranë duke rimarrë pushtetin.